Menaxhimi i trafikut të rënduar dhe parandalimi i ngjarjeve të rënda rrugore me pasoja fatale për jetën do të jetë në fokus të planit të masave të ndërmarra nga sektori i qarkullimit rrugor pranë drejtorisë vendore të policisë së Fierit. Sipas shefit të qarkullimit rrugor, komisar Lulzim Marini, të gjitha rrugët kryesore, sheshet, rrugët interurbane e veçanërisht akset problematike Levan Tepelen dhe Fier Lushnjë, si dhe Lushnjë Berat, Çerm Divjak, do të jenë të monitoruara me mjete inteligjente, si dhe radar. Drejtoria vendore e qarkut Fier, e policisë qarkut Fier, ka ndërmarrë një sër masash për sa i përket planit masë për ndërrimin e viteve, ku një ndër këto dhe sektori i qarkullimit rrugor, ka në fokus menaxhimin e trafikut, parandalimin e ngjarjeve rrugore me pasojë fatalen, ku monitorohen gjitha akset me mjetet inteligjente që ne kemi, përfshi mjetet inteligjente dhe radarët. Të miturit në timon mbeten një tjetër problematik shqetësuese madhore, pohon Marini. Ndaj, fuqishëm ka ardhur apeli për prindrit që të mos lejojnë adoleshentët në automjet. Duke marrë shkas nga aksidenti mbrëmshëm me pasojë vdekjen e një të mitur i 16 vjeçar, cili do të ishte apeli? Fatkeqësisht në mbrëm patëm një humbje jete një triu, gjë e cila normalisht s'është as pak e mirë. Unë ju bëj thirrje gjithë prindërve, gjithë të afërme që kanë fëmijë dhe shikojnë një problematik tillë të ndërhyjnë, sepse atë fëmijë nuk e rrit, nuk e bën burror një drejtim automjeti. Në mënyrë kategorike nuk duhet që të udhtoj një fëmijë në drejtim të automjetit. Përfitoj po prap nga rasti nëpërmjet jush, bëj një apel gjithë prindërve që marrin fëmijë në vend të parë, nuk duhet të jetë në sërgjelinë, të jetë lidhur, që ta mbrojmë të ardhmen, duke marrë këto masa fillimisht nga vetë prindrit, nga gjithë neve, që mos kemi pasoja siç kishim edhe rastin e mbrëmshëm. Shef, është e vështirë shumë që të jetë masa këshilluese përpara gjobës? Në strategjinë tuaj të komunikimit me qytetarët si paraqitet? Në strategjinë tonë në komunikim me qytetarët, kur ka vend për këshillim, neve kemi marrë masa këshilluese, por në mënyrë kategorike nuk mund të tolerojmë një vepër penale, një shkelje të tillë të kodit rrugor që ne ta kalojmë me këshillim. Ne jemi shumë të ashpër në kuptimin e zbatimit të ligjit, për sa i përket këtyre kategori drejtues automjeteve që nuk respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor. Ndërkohë shefi i qarkullimit është ndalur edhe tek problematika e sinjalistikës rrugore, e cila në shumë akse rurale lë shumë për të dëshiruar. Në këtë kuadër i është dërguar shkres bashkive përkatëse për marrjen e masave, ndërkohë që një informacion i detajuar i është dërguar po ashtu edhe autoritetit rrugor shqiptar për ndërhyrje për mbylljen e kryqëzimeve problematike, siç janë kryqëzimi i Cakranit, kryqëzimi i Kafarajt, kryqëzimi i Vajkanit, rreth rrotullimi i Kolonjës, kryqëzimi i pushimit të shoferit dhe mbikalimi i Savrës, ku është edhe kërkuar devijimi i trafikut në rrugët alternative për të mundur shmangjen e aksidenteve. Akset më problematike që ka qarku Fier është në aksi rrugor Levan Tepelen, aksi rrugor Fier Lushnjë, ku ka një lëvizje të madhe të mjeteve. Krahas mjeteve ka dhe ndërprerje shumë të rrugëve, ku lëvizin motocikleta, lëvizin mjete bujqësore. Ne kemi marrë një sër masash duke shtuar patrullat, duke shtuar monitorimin, siç e thash dhe më lart, me gjitha mjetet inteligjente dhe gjitha mjetet që ka policia e shtetit. Pindë në një tjetër moment në sinjalistikën rrugore të zonave rurale. Ka akoma vend për të përmirësuar edhe ndriçimi edhe tabelat dhe gjithçka që i takon sinjalistikës në zonat rurale? Për sa i përket pyetjes që më bërni, është shumë e drejtë që ka vend për ndërhyrje. Neve kemi bërë në mënyrë shkresore, kemi bërë takime her pas here me pushtetin lokal, me ARSH-n për sa i përket këtyre problematikave që ju më thoni, dhe shumë shpejt do ndërmarrim edhe një rikonducion të gjithë akseve kryesore dhe rurale për të bërë një rikonducion të gjithë tabelave dhe një vendosje sinjalistikës dur, që mos kemi problematika të tilla. Por ka problematika që ne i kemi pasuruar edhe ke pushteti lokal edhe ka ARSH-ja. Ndërkohë sipas Marinit, në natën e ndërimit të viteve do të ketë patrulla të shtuara dhe kontrolle me aparat drager për përdoruesit e alkoolit, teksa ka bërë edhe apel për kujdes të shtuar gjatë drejtimit në timon dhe bashkëpunim me qytetarët që të denoncojnë në numrat 112 dhe 129 çdo rast të shkeljes së kodit rrugor. Kuadër planit të masës që ka ndërmarrë Drejtoria Vendore e Policisë së Qarkut Fier, veçanërisht i kemi kushtuar një vëmendje të veçantë ndërimit të viteve, ku do të jemi të përqendruar në sheshe me patrulla të shtuara,
gjej rastin nëpërmjet jush që bëj thirrje gjithë drejtuesit e automjetit që mos përdorin alkol, të festojnë, të konsumojnë alkol, po jo në drejtim të automjetit. Në mënyrë kategorike, neve do të jemi shumë të vendosur për ushtrimin e kontrolleve të vazhdueshme gjatë gjithë akseve kryesore, edhe në qendër, edhe në sheshe, kudo.